Hoti sot 7 gusht, ku do shënojmë sofrën e mërgjimtarit e është koncerti Agrofesta 2026 në fushat e Krushës. Zot rruj këto bereqete, të ndoni fatkeqësi e breshni. Këto është dhoma e pritjes a ku i përmlevojnë produktet. Në arrita dhe në tregin e Europian dhe në Amerikë. Punë pas pune, e themeluar nga Faria Hoti. Edhe falë edhe institucionëve të shtetit pas luftës. Sot biznisi ka shumë fëntorë, gjithë e në femra. Veli dhe Lovës, jem në Agrofest, vitin e kam harru 2014-15. Të e në fushat e fshatit. Shpesita e varet dhe që ka njësë më kuqë. Ta është sela për mbush bagajin për sofrën Krushjane. I idea Faria Hoti e bonani idea dhe mbërë aty. Jeni hani shëndetshëm, prodhimet mira, shumë që konsumoni prodhime vendore, e ndihmoni të gjithë ekonominë familjare, e ndihmoni fermerët në veçanti që me gjitha ato sfida nuk ndalojnë se punuar në diell, në shi, në borë, që nga janari deri në janarin tjetër, pa ndalë. Mirë se vini në Krushë, jeni. Njën nga mërgjimtarë që e kem tu e kem Fatmirën, vllavin e doktor Faradin Hoti. Dëshmojt ti, Faradin. Fatmirë, në ora 18 tunë sofrë do më të pa. Falenderes në hatë, jam ndje shumë mirë që e ke organizu këtë, edhe besoj që do t'jeni. Edhe do misafiri kam besa të përgatës, do t'i marrë dhe ata me vetë. Gjithë këtu, gjithë të kalojmë një mramje, edhe Zotin a flat diti kohën. Falenderes shumë. Tash po arrim karnevali. O, hajdi bre, hajdi, mirë se vini në Krushë. Pritëm i lazim bre. Po shtrohet sofra. Ja dhe Bajrami, mërgjimtar, hajde Bajrami. Toni familjar, miq, mërgjimtar, qka kanë në Krushet, modhe, hajdi në sofrë, në rafin, hajdi marë. Qërë ju kemi bot gjithë të mirët, sofrë mërgjimtarit, qka me bot tjetër. Hajdi, hajdi, bohëm bashkë. Vazhdojnë tutje, afrohuni gjithi lutëm. Hajdi, mirë se vini! Tash po fillon hapja zyrtare. Gjithë. Faleminderit që jeni sot pranë bujqve tanë për të vlerësuar punën dhe mundin e tyre. Për të festuar traditën, mikpritjen dhe njerëzit që me përkushtimin e tyre kanë bërë që Krusha e Madhe të njihet për te i kufive, për kulturën e sfe muzikës e energjisë që Krusha dhe ky festival din të krijojnë. Hoti, Mikoqirin dhe kryetarin e Krushës së Madhe. Mirdita Krusha Madhe. Të dashur fermer, organizator, musafir, ju gjithë, motra, vëllezër, qytetarë nga Krusha, Rrethina dhe mbar Kosova. Ekspozues që keni ardhur nga treva jonë. Jemi mbledhur sot këtu për të 12-ën vit, për 12-ën radhë, që të festojmë së bashku Qili festën si vjetë, që ishte Agrofest, e nisëm si festivali i Svecit. Por ne, në fakt, nuk erdhëm këtu për të festu vetëm për prodhimet bujqësore. Sot festojmë për fermerin Krushjan, sot festojmë për fermeret e zonës dhe gjithashtu nderojmë të gjithë ata e ato që ndër vite, dekada, u rritën, u ngritën, ndikuan, ndihmuan që
Kosova të jetë këtu ku është e lirë. Këta fëmijë që sot i kemi gjithandej, që na janë bërë mërgjimtar për shkak të mos pasjes së levërdis, janë sot prapë me ne. Andaj për secilin veç e veç, një falenderim shumë të përzemër. Njerëzit mbjellin pranverë, punojnë gjatë gjithë verës dhe vjeshtën e presin me angët. E ne sot e patëm një ditë pak të vështirë, pas dite u freguam gjithë i kishim sytë nga qele, mos më në bije breshë, por falë Zotit nuk ra. Sot pra i vlerësojmë gjithë ata, i vlerësojmë ata njerë që investojnë parat e familjes, punën e tyre dhe muajt e tërë me mund, pa ditur se në fund do të shpërblehet tregu i tyre, tregtimi i prodhimeve, apo se do t'a godas natyra. Para 12 vitësh e filluam me festivalin e Specit. Pastaj erdhi Agrofesta e sot është Chili Fest. Chill nga anglishtja më u knaq pak me qenë ma shpithojnë të atrit hepi, po dhe Chili djeks. Pak ma djeks sepse bol jeta po na shkon djeks. Nuk po në ndihmojnë ata që duhet. Qeveria e ministria që fatkesisht as këtë vit nuk për duket interesante kjo. E mos na vini veç për vota, se votat i kemi na gjithmonë këtu. Emri ka ndryshuar, por një gjë nuk ka ndryshuar. Fermeri vazhdon të jetë këtu, në tokë, në shi, në vatë, në të ftoftë, në punë. Dhe sot po e them hapur, fermeri asnjëherë e as sot nuk kërkon mëshirë, por kërkon kushte për të punuar, që nga fidani e deri tek tregu. Kur i shihni këta specat të mirë, të bukur, të shishëm, të lezetshëm, e ç'është do të më thonë që të sen. Nuk është vetëm një prodhim, po brapa atyre speca është vërtet një histori e gjatë, me mund, me fëmijë në përkëmbë, që nënat i marrin me vete, baballarët ngrihen që nga mëngjesi i hershëm, vetëm e vetëm që ju në Krush e në tërë Kosovën të keni çfarë të hani. Pra, fara, fidani, toka, uji, puna, plerat, mbrojtja e bimëve, nafta, mekanizmi, vjelja, transporti dhe në fund tregu, i cili nuk ekziston gjekundi. Një zinxhir i tërë i rreziqeve dhe punëve. Sot këtu ka shumë për t'i falenderuar, duke u nis nga kryetari i komunës zoti Ismail Latifi, që edhe këtë vit është me ne, edhe përkundër që sot e kanë përcjell në shtëpinë e fundit nusën e Xhaxhait, duke shlime në emër të Krushës publikisht. Faleminderit edhe gjithë juve fermerëve që jeni pjesë e organizimit, në veçanti sot kur Rehan Katun edhe ferma i Liri që bashkë me t'jenë e vetë e kanë bërë që kjo që përshifni këtu tjetë më mirë. Faleminderit të gjithëve që janë pjesë e kësaj për vite. Prandaj po dua ta them se sot për fat nuk e kishim breshi, por kemi nevojë për politikë, për mbrojtjen e prodhimit. Kemi nevojë për mekanizëm funksional kundër dëmeve natyrore. Dhe mbi gjitha kemi nevojë për sigurime bujqësore funksionale dhe të përballueshme edhe nga vetë fermeri. Sepse nuk është e drejtë që fermerët të mbajnë vetëm gjithë rrezikun. Andaj nga shteti kërkojmë që përmes kësaj feste mos i shikoni fermerin vetëm kur ju duhet prodhimi i tij, por shikojeni edhe atëherë kur ai ka nevojë për shtetin. Fermeri ka nevojë për subvencione në kohë, jo t'i vonojnë, ka nevojë për grante transparente, ka nevojë për pak burokraci, apo mos themi fare burokraci, ka nevojë për këshillime profesionale, ka nevojë për ujitje, e jo të arritet çdo vit ujitja, ka nevojë për mekanizëm, ka nevojë për mbrojtje nga breshi, për sigurinë të prodhimit dhe patjetër se në fund fare ka nevojë për treg. Fermeri duhet të jetë partner i shtetit, jo vetëm përfituesi një skeme subvencionimi. Andaj nga këtu bëjmë thirrje që të bashkëpunohet më ngushtë dhe fermeri mos të llogaritet në punës, por një fermer duhet, sepse një fermer është në ar, është në ser, është në fermë dhe është në treg, e nuk është asnjëherë në sportele. Procedurat administrative duhet të thjeshtohen. Sa më pak dokumente, sepse fermerët janë të përditshmit ata, i keni në ara.
sa më pak pritje, më shumë shërbim. Institucionet duhet t'ja lehtësojnë punën fermerit, sepse çdo orë që fermeri humb në burokraci është një orë më pak në tokë. Bujqësia mos të llogaritet më alternativa a fundit dhe të them edhe diçka tjetër. Bujqësia nuk është dhe asnjëherë nuk ka qenë alternativë e fundit, sepse nga bujqësia ushqimore dhe të jetë e ardhme e vendit dhe të gjitha familjeve. Ato vajza ata djem kur të shkojnë në punë, në arë, mos të frigohen, mos të vihet turp, sepse me punë të ndershme arrihet çdo gjë. Dhe të thonë një ditë se edhe unë dua të bëhem fermer, me kenari. Dhash Zoti që sa më shpejt fermerit të bëhet si përmarrës. Protestojmë. Prandaj, i lutem arta që e niset nga hiri, sikur se Feniksi. Ju lumt, ju faleminderit për kulje deri në brez secilit veç e veç. Të vazhdojmë së bashku, rrofshi e qofshi, rënoft bujku, rënoft punëtori. Faleminderit për ushqimet që na jepni. Ju në gjatjeta. Se të zotin Smaj Latifi. Faleminderit të dashur fermer, bashkëdhetar të nderuar nga Kusha Madhe, ju që po i ekspozoni dhe promovoni prodhimet e juaja në këtë ditë vape, edhe jo vetëm vape, po me vështirësi, pra sfida serioze që i kanë fermerët tonë, pra bujqit tonë, edhe në këtë vit. Shumicën e atyre fjalëve që i tha kryetari i Këshillit të fshatit Selami Hoti, plotësisht pajtohem, sepse bujqësia jo nuk është në ditë më të mira, po si do qoftë ne sot edhe për 3 ditë rresht do t'jemi bashkë në një fest të rëndësishme së veçantë për Krushën e Madhe, për zonën tonë, për komunën e Rahovecit, sepse kjo fest përkundër gjithë atyre sfidave që i kanë bujqit tonë, siç e theksova, është edhe një dëshmi që prodhimet e bujqve tonë janë Spanjollit. Spanjol. Me njoft Kosovën. Capish. Se ka njoft Spanja, thuj. Si capish. Ej, thuj Spanja me njoft Kosovën. Spanja me njëtë Kosovën. Ka ardhë njota verbale e njohës. Që i kanë letë të petët. Nishi! Shumë jo më losh, jo më losh i qërë. Mirë bro, mirë më, do e pak, shumë jo, po e mirë. Pja vli dina, a pja bon, muhabet diasporës. Ha, mashallah. Sofra e shpijës të gjithë islamit. A din pite ku shoshën për para. U kry me bereqet shiu, po fillon mirë për tash lartë o koncerti për lartë s'di une. Atje shkojnë ma shumë tri këndojnë une me mërgjimtare përfundova. Dhe fejnë ndëroku kasapi një orë prej hotelit në Roves kur ki punu. A mosh me ndot? Pritet dot zve. Hajde. Ja, vajvari. Hajde. Rëjave Rahovecioni që i këndon tonit e micit. Ja. Gjermani Deutschland e fitoj garen. Lund. E dua seja, o shqiptarin e dua seja, o Kosovën e dua seja. Na televizor